Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në vlogun e përzgjedhjes së fitueses të çantës plot me gjona gocash. Më në fund erdhi dita, unë këtë loj e kam bërë diku para një jave dhe thash nuk do ta zgjas më shumë sepse rezultatet po flisnin dhe sot vendosa që është data 5 qershor, është e njëjte, sot vendosa që të zgjedh fituesen, sepse nuk duj që ta zgjas më shumë se nuk ka më kuptim dhe nuk është se po ushtonin shumë like-et e komentet dhe nuk është se po bënte ndonjë ndryshim të madh. Dhe vendosa që të zgjedhim sot fituesen dhe fituesja është Laura Loga me 79 like. E dyta ishte një vajzë me emrin Edea diçka e tillë me 55 like. Por Laura që në fillim arriti të merrte më shumë like, si duket vuri më shumë lëvizje të njohurit, të afërmit, shoqërinë dhe mori më shumë like se të gjithë dhe fitoi këtë çantën që tani ne do ta bëjmë gati bashk. Po si fillim do ju tregoj këtë çantën që është plot me gjona mren për do të thonë kanë dhuratat që do futen tu tek kjo gjoja e bukuroz. Shumicën i bleva sot tek Rossmani, po kisha edhe gjona vetë në përshpi që i kisha pa përdor fare, që disa mund të ishin bashkëpunime kështu dhe duke qenë se unë nuk po i përdora, janë pa hap, thash po i fus tek çanta që unë do dhuroj. Po shumicat janë të blera sot tek Rossmani. Atëherë fillojmë. Si fillim do t'ju dhuroj këtë gjalpin, i cili ka aromë fantastike. Kush ka të përdor ndonjëherë këtë setin nga Fluff që ka gjalp dhe shampo për trupin, e din se sa aromë të mirë ka. Është me jogurt dhe çfarë është si tip frute e thatë, nuk e di se kam parasysh mirë, por që është me vaj kokosi. Po aroma është, do të thënë, të çon direkt tek një akullore me jogurt, nuk e di si t'ja u them, dhe ka dhe pak atë aromën e frutave të pyllit, është shumë e mirë. Ka një tekstur shumë të plot kjo dhe zjat shumë. Ta lë lëkurën shumë të hidratume, të butë dhe në fund dhe një shkëlqim. Do të thënë, kjo ishte e para që do t'i dhuroj, ta fus tek çanta, unë nuk e di do t'i zej çanta gjithë të gjona.
po do mundohem. Kam marrë këtë pudër e thatë, që të jep atë prekjen e fundit mat. Domethënë pasi mbaron make-upin, vendoset kjo e fundit. Besoj se shumica prej ne gocash e përdorim, sidomos tani në verë që do fytyra na rin pak si më i ndryshme, pak si më me shkëlqim nga djersa, nga ku digjon, nga gjithë ato gjona që na dalin tani në verë, dhe thash po marr këtë pudrën që është definuese. Mora këto qerpikët, duke qenë se mendova se ne gjithë negosat kemi qef qerpikët i kemi më të gjata, më me volum, dhe ndoshta ajo të gjitha i shkojnë i bëjnë, sepse e di që është angari e madhe dhe unë përtoj shumë me bë qerpikët extension, prandaj i bëj vetëm gjatë 3 muajve të verës, nuk i bëj gjatë gjithë vitit se përtoj shumë, po këto janë shumë të kollajta, kanë ngjitsin e vet dhe janë të bukura. Tash po marrë këto dhe po i fus këtu. Mora një set me dhe laps dhe shkëlqys, nuk është shkëlqys sepse ky është mat, po buskuq domethënë, ja, laps dhe buskuq. Ngjyrën e zgjodha si për veten time, përgjithësi i kam nxjerr gjonat si për veten time, domethënë nuancat. Edhe kjo, unë që tani po e shoh që këtu nuk do nizej shumë gjona, po do mundohem të fus me zër. Mora edhe këtë lip glossin që ja pata ble motrës kur isha në Vjenë, që e pëlqeu shumë dhe e përdor akoma. Ka një ngjyrë shumë bukur si për dimër, po sidomos tani për verë, dhe ka dhe aromë shumë të mirë ky. Kështu që edhe këtë të vendi. Një kështu si mini set me llastiqe flokësh dhe kapse flokësh. Një set me këto iPad që janë për syt, e mora me këto koloret kështu, kishin dalë të reja, ishin shumë bukura. Dhe këto janë shumë të mira. I kam vendosur një 4-5 herë dhe më kanë pëlqyer. Një manikyr shumë të bukur me xixa. Mendova thash, në përgjithësi negosat thonë të durve i kemi bëme, është e sigurt, po të këmbëve jo të gjitha. Unë për shembull për momentin nuk i kam akoma, dhe këto shkëlqysa që janë shumë e xixa dhe që rrin, këto janë një zgjedhje shumë e mirë për tani në verë. Se jo të gjithë kemi qef të bëjmë thojt e këmbe se na bezdisin. Unë për shumë kur fillojnë e zjatën, bezdisin shumë. Mora dhe këte rimelin që është një nga më të mirët. Sinqerisht, kur nuk kam pasboj qerpikët, këte e përdorja shumë, më zjaste shumë, më rriste volumin dhe nuk binte kollaj. Dhe ja u mora dhe juve, dhe me thënë vajzës që doli fituse. Është dhe një scrub, mask scrub për fytyrën. Kjo është nga Fresh Line. Është shumë e mirë. Kur ta përdorësh do më besosh se sa e mirë është. Të mora edhe një shampo të vogël flokësh nga Nivea për volum. Thash pas ka dhe volum edhe kolagen. Thash kush nga negosat s'përdor shampo, kështu që ta mora dhe një. Pudër prap definuese e thatë, por në formë kështu, domethënë jo kompakte. Kjo është pudër. Është shumë e mirë. Unë kam filluar t'i përdor goxha këto, dikur si përdorja, po tani e shoh që bëjnë goxha ndryshim, edhe po ta fus dhe këtë te çanta. Një laps për vetullat, e mora këtë ngjyrën kafe pak të errët, mendova se kjo është si më neutralja, nuk e di tani, inshallah po të bën punë. Një mask për heqjen e pikave të zeza të hundës. Një set nga Youth Lab për hidratim dhe zbutje fytyre, ja, ka 3, janë provza. 2 nga këto pecetat që ju tregova para 1-2-3 vlogjeve që i keni pëlqyer shumë. Këtyre thjesht i vendos ujë dhe këto hapen, bëhen peceta, pastron fytyrën, janë shumë të mira për udhtime, sepse nuk i zën vend fare.
2 nga këto mini brisjet për pushën e fytyrës. Janë, domethënë, shumë goca i përdorin. Tash po e fus dhe një aty. Një serum për syt, po prap nga Fresh Line. Një nga këto sfungjerët që ta kesh për pudrën. Një set me këto pambukët për fytyrën. Këto janë shumë të mira për çfarë si përdor. 2 sfungjerë cilët në momentin që edhe këto domethënë, në momentin që i bashkon i fut në ujë, hapen, bëhet mbaja dhe pastron fytyrën. Edhe këto janë shumë të mira për udhëtime. Unë i marr gjithmonë edhe këto dhe ato 2 që jo tregova. Disa llastiqe të vogla për tokët. Dhe në fund kjo super kasa që është për iPhone, kjo i vjen 13-ës dhe 14-ës më duket. Këte ma ka ble Lori kur ishte në Kin, nuk është përdor kur, sepse unë direkt bleva iPhone 16 dhe nuk më erdhi kur, dhe thash, pse të mbrikot, është kaq e bukur. Tani për veri herë është super bukur, është dhe si çantë. Thash, po ja udhëroj vajzës që fitoj këtë lojën, është shumë e bukur, shpresoj të të vi, në rast se jo jepja ndonjë kushurire, ndonjë shoqe, dhe kështu. Tani, çanta është plot, shumë gjona nuk i ka zanë, do mundohem t'i fus t'i rregulloj. Po ja, siç e shihni, çanta është plot, siç ju thash, e mbaj tallafin. Tani do mundohem t'i sistemoj, do t'i bëj një video gjatë kohës do t'i sistemoj dhe t'i rregulloj dhe do ta mbyll pastaj dhe do flas me vajzën, do t'i çoj një koment, të më shkruaj në Instagram ose t'i jap numrin e WhatsAppit, nuk e di diçka, një mënyrë që të flasim, kontaktojmë, që si të bëjmë pjesën si t'ja çoj domethënë, si t'ja jap. Kështu që ika tani, po e sistemoj për rregulloj dhe më bëhet shumë qefi për gjithë gosat që morën pjesë. Faleminderit shumë, jeni shumë të mira. Urime vajza që e fitoi. Më vjen keq për ju të tjera që nuk arritët do të fitonit, po unë ju kam premtuar që do e bëj shpesh këtë lloj loje, kështu që aktivizohuni dhe është e sigurt që edhe ju tjera do e fitoni. Ika tani se edhe Odi po më kërkon, edhe çantën duhet ta bëj gati.